në intervistën që e kam dhënë për Politico, janë bërë ndryshimet e nevojshme, ajo ka qenë në fakt çfarë kam menduar kanë qenë numri rasteve, sepse siç e thatë edhe ju, bandat serbe kanë qenë të involvuara në qindra raste, qoftë keqpërdorimi të votave, ta zëm në vitin 2021, tutje, pastaj presionit të vazhdueshëm ndaj qytetarëve të tjerë serb, futjes ilegale të armëve në Republikën e Kosovës, dhunës ndaj qytetarëve, ta zëm ka pas djegje të makinave, ka pas edhe sulme ndaj gazetarëve, 93 raste keme vetëm të sulmeve ndaj ushtarëve të KFOR-it, 93, 2 prej të cilave kanë qenë shumë të rënda. Pra kemi me qindra raste ku bandat serbe kanë qenë të involvuara në krime, pra kam menduar për raste dhe ka qenë diçka shumë e paqëllimshme që është bërë. Menjëherë është bërë ndryshimi i nevojshëm tek intervista dhe as Politico nuk e shfrytëzon atë dhe as dikush tjetër natyrisht. Ajo nuk ka dalë në fakt në mediat ndërkombëtare, kanë dalë vetëm disa pjesa dhe kjo asesi s'ka qenë sepse jemi siguruar që të bëhet koreksioni zyrtar, pra kemi dërguar njoftim dhe natyrisht që ky ndryshim është bërë edhe te versioni i postuar në presidencë, kështu që ju falenderoj edhe juve si media për mirëkuptim.